Çka keni gjetë keq në universitet kur e keni marrë? Ju keni qenë kritik për gati 2 dekada, për që jeni pjesë të stafit akademik të Universitetit të Prishtinës, keni qenë kritik për zhvillimet brenda në universitet. Ndoshta më i zëshmi. Dhe kur e keni marrë universitetin, çfarë gjendje keni gjetë? Kur jeni fut brenda, jeni zgjedhur rektor, ju e keni pa një gjendje tjetër prej asaj që e keni vrojtu për 2 dekada sa s'keni qenë kryetur. Vërtet. Po. Cila është gjendja që e keni gjetë aty? Njëra nga problemet kyçe dhe gjendjen që e kom gjetë tash në pozitën e udhëheqit të universitetit, e jo vetëm nga vrojtuesi si njëri nga profesorët edhe duke vrojtues, po duke qenë edhe pjesë e vetë universitetit, është ajo që në një intervistë në vitin 2019 për Kosovë 2.0 e kisha konstatuar dhe ata e bërë në titull që më problemore se sa keqbërja është jo gatishmëria, pavullneti i masës për ta sfidu keqbërjen. E kjo është brengose. Edhe në besoj që ky konstatim në atë bisedë gjatë, intervistë gjatë të publikuar në 2019, një formë ose tjetër vazhdon të jetë aktuale. Nuk mjafton që vetëm disa zëra tek tok, pavarësisht a profesor, apo administrator, apo rektor mrena Universitetit Prishtinës, me qenë zë i do e quja kritikës konstruktive. Nuk është ideja me kritiku për hir sa për të kritiku, po ideja me kritiku në mënyrë konstruktive për me mujt me arrit progres më të madh si universitet, në kuptimin e cilësisë, llogaridhënies e tjera. E ky konstatim i vitit 2019 më është konfirmuar ose më është konfirmuar e më fort se sa që e kum pas bindjen atëherë vetëm si njëri nga profesorët e këtij universitetit. Pa gatishmëria e masës që e përbën në Universitetin e Prishtinës. Përbën e profesorëve e studentëve? E profesorëve, e studentëve, e personelit administrativ e gjitha. Për ta sfidu? Për ta sfidu të keqen. Keqbërjen mrena universitetit është brengosëse.